Si në ferm. Ola, ku janë gjashmërit? Arbana, po, tani. Vanesa ka pas pak nësime sa pash, nëse të kaloj më apat ajo. Gjashmërit janë Indri Shiroka, aktori kryesor, ose ti drejtoha me Don, se më duket s'ka dalë nga roli akoma. Kemi edhe Vanesën që është shumë e përputhshme, do më thënë Vanesa me Kaonën, edhe ky. Vanesa, Kaona në film ka dikë që po niset për të shku te burri vet, takon Indrin rrugës, ndahet, dashurohet me Indrin, momentin që dashurohet Indri ka presion dhe i thot që unë nuk mundem se kam presionet e mia, do më thonë, të nxjerë me presion, ku di unë, janë shumë të ngjashme, sinqerisht, edhe mua më duket shumë rastësi që të ndodhi historia pasaportës këtu në këtë lloj mënyre. Tani nëse unë jam budale, qofsha budallë, se kam filluar halucinacionet, nuk e di. Po çfarë mendon se mund të ketë ndodhur, Ola? Mund të ketë ndodhur, njëherë Romiri nuk e di pse nuk është këtu, se kjo është me spond nga Romiri 1000%, sepse Romiri e ka pa dhënë filmin, ama Romiri ka ditë pikë presje. Dhe mendoj që Romiri e ka pa filmin, e din filmin, e ka pa që ka ndodhur dhe këtu, e ka bë zgjedhje që ne ta diskutojmë, edhe ta kuptojmë se çka ka bë Indri. Pra, ti mendon që zgjedhja e Romirit ka të bëjë më shumë me Indrin se sa me dëshirën për të parë filmin ku edhe Romiri ka qenë protagonist? Për mua po, sepse kam kuptuar është treta, katërta herë që Romiri bën gjuajtjet për më larg, jo për aty. Kështu që për mua kjo është, po. Teknik, pra zgjedhja e Romirit ka qenë për të treguar se kjo që Indri po bën në ferm, në fakt e ka bërë më përpara në një film. Do se më lejohet të ndërhyj pak, bëra. atëherë ka qenë kështu që ne kemi diskutuar për pjesën cilin film duhet të shikojmë, por nuk e kemi vendosur. Në momentin që Romir tani e pa që ka thënë, sepse unë kam pyetur dhe këto ditë që kush e ka vendosur ta shikojmë këtë film, sepse unë faktikisht e kam parë në Dortmund filmin, më thanë ne, thash, po jo, pastaj e lash mendova se dhe të tjerët e kanë zgjedhur, por nuk ishte ky rasti. Filmin e ka zgjedhur, unë e kam dhënë si opcion, por nuk është se e kam zgjedhur 100%. Filmin e ka zgjedhur Romiri. Dhe ti, Bora, bashkohesh me mendimin e Olës se ka zgjedhur Romiri për këtë arsye, pra për të treguar tek Vanesa që historia e personazhit kryesor është e ngjashme me atë që po ndodh mes Indrit dhe Vanesës? Atëherë, unë filmin e kam parë në Dortmund. Kam përshtypjet më të mira për të, nuk e mbaja mend nuk kam pas të njëjtat ndjesi siç i pata dje. Për të qenë sinqert. Dhe po shikoja natyrisht, kur e shikon një film dhe për herë të dytë ti shikon dhe detaje. Natyrisht, historia që ne pam në film ishte shumë e ngjashme me historinë që ka ndodhur këtu në ferm. Ne bëheshim batuta, qeshnim, jo vetëm nga Ola edhe nga unë, por nga të gjithë. Edhe Vanesa tha 2-3 gjëra që mund edhe, se me thani, ndjeja si cute, pjesët që ishin romantike, puthjet, Indri me Kaonën, që të shohë, nuk dua t'i shoh, më vinde për qeshur, e të tjera, e të tjera. Por, unë mendoj që kjo ka qenë, absolutisht ka qenë e planifikuar nga Romiri. Është mendimi. Ka qenë planifikuar nga Romiri shfaqja e filmit, por pastaj historia brenda, ju mendoni që është me lapse me letre planifikuar nga Indri apo nga të dy, edhe nga Indri dhe nga Vanesa? Atëherë, nga Indri po. Po. Nga Indri po, sepse kjo vjen si pasoj edhe një bisede që unë kam pas me Indrin një moment, kur Adi nxjerr këngën Ola diçka me titull, edhe më e them unë sa bukur domethënë që ky ka bërë një këngë për mua pa ditë që do më njohim mu këtu, edhe Indri më shen sy edhe më thot, e sigur që nuk e ka ditë? Do më thonë, një person... Ishte batut. No, I don't care. Kur një person arrin me e mendu edhe e ban. Indri, qesh sa dush se ti normal që do qesh është. Po normal, që mas me qesh me këtë histori, po vazhdo, më falë se s'du me ta prej. No, ke tanë drejtën e botë me qesh. S'du me s'kam qa me prej. E bëj me ratë, për e dëgjojnë Jepi. Edhe përderisa një person arrin me pasat mendim edhe e ban, sepse prej të mendimi vjen veprimi, kështu që për mu është... Bora, dhe ti mendon njësoj që është një gjë për llogaritur nga Indri, nga të dy, si e shikon? Unë mendoj që është nga të dy, për shkak sepse kam dhe një informat, kjo është ka ardhur goja gojës në veshën tim, që Indri ka thënë dhe njëherë Vanesës, bëj kështu si që të them unë, nuk e di sa e vërtet është, por kështu më ka ardhur në vesh, dhe mua më bën përshtypje, le të themi që hajde Indri pas ka bërë këto plane dhe ka hyrë në rol e të tjera, e të tjera. Por mua më bën përshtypjen edhe sjellja e Vanesës, që nuk është konsekuente në kuptimin e, sepse unë, po të shikoj një film të tillë, të jem e dashuruar me një djalë, të kem dyshimet e mia,
do më duheshin 2-3 ditë ko të vija në vete njërë, të mendoja, të veja diçka në pikpytje, të isha më kërkuse, të isha pak më, nuk e di, ne jemi të ndryshme, por Vanesës nuk i bën përshtypje asgjë çfarë thot Indri dhe çdo vendim që merr Indri. Kështu që mua mblen për të kuptuar që Vanesa dhe Indri janë shumë të akorduar mirë për të dhënë këtë love story. Se i bjen që Vanesa ka ujkun e thot çift gjurmë, ka tonat materiale aty e merret me ça thona ne. Më fal, unë nuk arri me kuptu, me kanë vend tanë, unë uroj që ti jesh pjesë e kësaj për të mirën tane mendore, që ti ta kesh bë me plan, se nëse ky djalë ka bë planin vetëm, vjen keq për ty. Atëherë ti pyesim, jemi të gjithë kurioz të dëgjojmë edhe Indrin edhe Vanesan. Vajzat kanë dyshime se kjo gjë është bërë me plan fillimisht nga të dy. Po, në fakt unë Arbana, para një viti, kur jam njohur me atë çunin, i kam thënë kështu që mbas një viti mua më vjen ftesa për te ferma VIP, është ky çuni, do lançohet ky filmi, kur të shkojun aty, do bëhet kështu, këto janë budallaliqe. Dhe mua më vjen shumë keq, për Malborën e di tashmë se çfarë perlash nxjerr, por më vjen shumë keq që të tilla komente po i marr edhe nga Ola. Dhën situata e Olës. Çka ka lidhje se keni përmendur Pritse unë nuk të ndërhyra, nuk të ndërhyra. Shpjegojmë nëse na lënë me fol. A ndërhy me ne? Jo. Ju flisni në duet të dy? Të flasim. Të flisni, në duet flisni. Dhe më të flasim. Vanesa, Si keni vazhduar për shpjegimin në duet. Vanesa. Po. Filmi e para njerë ishte një nga filmat më të bukur që unë kam parë. E kam thënë që gjashmëri dhe ka shumë grimca tonat aty, dhe është e vërtet që ka. Unë nuk prekem sepse kam dyshimet e Indri, unë të Indri nuk kam as edhe një dyshim. Besoj si që kam thënë që në fillim të pëlqimi që Indri ka pasur dhe ka, besoj dhe të lëmshi që ai po përjeton, është një situatë këtu brenda që nuk është as pak e lehtë për as njërin nga ne. Për mua ka qenë jashtëzakonisht shumë i vështirë, sidomos në ato javët e para që kam qenë vetë në atë lëmshin edhe problemet e mia, problematikat e mia. Gocat e din shumë mirë se sa unë kam shpenzuar kohë në dhomë, në krevat, duke fjetë gjumë, se nuk dua ti nuk e di. Prit, nuk dua ti përmend. Unë nuk jam fare informuar për këtë gjë. Dakord. Që ti më të qartë. E kam përjetuar dhe nuk do ta kisha përjetuar në qoftë se do t'ishte veç një lojë. Për pos kësaj, unë e kam një familje aty ashtë, një mam, një bab, një vlla, se për të tjerë persona nuk po më shkon mendja tani se janë ata të vetmi të cilët unë i dua dhe dua që të më kuptojnë, të ma kuptojnë gjithë peshën e kësaj gjës. Unë në këtë gjë kam qenë e vërtet, jam e vërtet, nuk kam frikë ta them që unë për Indrin ndjej shumë, jam jashtë mase e përfshirë, nuk di më se sa shkoqër mund ta them këtë gjë, është jo vetëm deluzionante, po shumë e ullët që të thuash një gocë që ka këtë lloj ndjesie dhe del përpara miliona njerëzve dhe bën gjëra që nuk janë as pak të lehta për një vajzë të bëhen jashtë e jo më në sy të kamerave, mua më duket çudi. Më duket një çudi shumë e madhe. Ola, unë nuk e kam pasur lehtë gjithë gjën që kam përjetuar këtu brenda. Të hyrit brenda me statusin që unë kisha, që e kisha një lidhje jashtë. Të bërit gjën që unë kam bërë. Unë nuk jam një gocë skandalesh. Unë jam një vajzë që bën ato këngët e saj, i shkruan, i lançon. Kjo jam unë. Jam një vajzë që dua mamin, babin, vllajin t'i ke mirë, kur e ndjej diçka e them, e shpreh, nuk mundem prit pak. Si personale, ka me personazhin tënd. Dgjoj. Ti me mua mund të mos kesh asnjë gjë personale, por mua në momentin që ti më vjen e më thua ti Vanesa ke hyrë me lapse me letër dhe kjo gjëja nuk është reale, jo vetëm që krijohet një imazh i imi krejt ndryshe nga ai që ka qenë, që është reali, por fakti që vjen prej teje, një vajzë që është një moshë me mua, një vajzë që po përjeton këtu brenda disa emocione që dhe unë i përjetoj, një vajzë që kur e kam parë me lot në sy më ka kujtuar veten dhe të kam thënë vetëm qetësohu, po i kemi fol shumë dhe unë jam e zhgënjyer. Dhe jam jashtë mase e zhgënjyer, po e them këtej, se me Olën e kam vështirë pak tani ta shoh në sy. Jam jashtë mase e zhgënjyer, sepse nuk ka asnjë person këtu brenda që unë mendoj kam rënë në qafë përpos debateve që kam pasur me 2-3 persona në disa momente që kanë ardhur prej kësaj gjëje. Unë jam shumë e qartë në veten time, jam shumë reale, jam shumë i sinqert,
i qëndroj besnike ndjenjes time, sepse pa atë nuk jam as kush as këtu brenda, as aty jashtë, jam kjo që jam, bëj mirë, bëj gabim, e di që do gjykohem, gjithmonë do gjykohemi, unë kam zgjedhur të besoj te Indri, t'i besoj ndjenjes sime, është një lëmsh të madh, kemi pasur disa sqarime tona, më falni, ama më vjen shumë keq, jashtë masë keq, që një gjë që unë e kam kaq reale dhe kaq të çmuar, po përflitet dhe përkthet në një mënyrë të tillë, që ka pasur ngjashmëri, po, ka pasur. Dhe në këngët e mia, që unë kam bërë dhe se janë lançuar ende, do ketë ngjashmëri, janë histori dashurie. Është mënyra, 2 sekonda, është mënyrë, 2 sekonda, Ola, është një lloj si unë ta them për Olën, Adi ka bërë një këngë, Ola Komesaj, mua zë më kishte shkuar mendja kur. Ka shku partneri tënd dhe për këtë duhet të shqetësohesh. Nuk do më kishte shkuar mendja kur, që kjo do ishte diçka e kalkuluar. Por do të ishte një lloj për ty, Ola, në qoftë se të lutem shumë se të lutem, Ola, të lutem. Si unë të kthehesha dhe t'ja thoja të njëjtën gjë. Një fjalë tjetër për shembull që mua më ra në vesh dhe komentova vetë para ishte fjala që goca në film se kisha parë filmin kur. Goca në film thot në një moment jam e përfshirë. Po, kur unë dua ti nuk do. Dhe thash si për drejt, kjo është një nga fjalët që unë kam përdorur më së tepërmi këtu brenda, sepse e ndjej pak e herët që ta them atë gjën që realisht ndjej dhe po them jam e përfshirë. Nuk di më sa reale mund të jem, nuk di më se sa mundem të luftoj këtë gjën që po ndodh këtu brenda, me gjithë presionin që kam edhe jashtë duke menduar mamin, babin, vllajin, punët e mia, karrierën time dhe përpos të gjitha këtyre më duhet të mbaj dhe aludime deluzionante që unë kam hyrë me lapse me letër për çfarë, do të ishte shumë e thjesht për mua si një vajzë 24 vjeçare, që të hyja 3 javë, 3, 4, 5, 6 javë sa të ishte, të bëja ato këngët e mia siç edhe i kam bërë, siç edhe i kam bërë. Është tjetër format. 2 sekonda, siç edhe i kam bërë dhe të mos përballesha me të tilla sfida emocionale që i kam pasur realisht shumë të mëdha këtu brenda. Pavarësisht se nuk kam dashur të bëj shifre me të tjerë. Ka këmbështrime të ndryshme, disa mendojnë që këto sfida që ti konsideron sfida të faktorizojnë, të vënë në qendër të vëmendjes, disa të tjerë mendojnë që janë të vështira. Kështu që ndoshta duhen parë të gjitha spektret e pikpamjeve. Po dua të pyes pak Indre, se besoj që Vanesa e bëri më shumë se të qartë qëndrimin e saj dhe faktin që i beson Indrit dhe nuk ka qenë as pak asgjë llogaritur. Indri, ti sa i llogaritur ke qenë në këtë raport me Vanesën, duke patur parasysh ngjashmëri tani me personazhin tënd në film? Atëherë, bana, në radhë parë, mu më duket një muhabet pak që më kap, hola, po s'ke nevojë më jollë, që më kap pak di sorpreza, se po ta thamë. Po, të çudit. Ola, të lutem, Ola. Sepse unë i pari nuk e kisha mendu kur, nuk i kisha lidh, dhe më thanë ngjashmëritë e filmit që unë vetë kam xhiru. Po kur të lutem sot në drek, apo nga që jemi tash në prime. Ban me fol, ju lutem. Ju lutem me edukat, për edukat. Faleminderit. Ju si e keni me orare edukatën? Jo, e kena që kur flet dikush. Se njëherë, Nadia të vjen në Po fytyrë. 2 veta me shku dikujt me sulmu një person, dini ta bën, ja? Edhe isha të thonë, unë kam gjiru këtë filmin para 2 viteve, edhe 2 viteve, po e kena gjiru paka shumë, edhe e kam pa, normalisht, e tjera, jam roli kryesor, nuk e kisha ide në botë, nuk e kisha mendu hiq në ngjashmëritë, që mund të ketë pas historia, skenari që dikush tjetër ka shkruar që unë thjesht kam lujt, unë baj filma, është puna jeme, edhe baj shumë historinë të ndryshme. Skenarin këtu ai. Ne, se shkurt ma veti kjo sa me thonë që Vanesa mra merdhi mas filmit, aty të lavanderia, dhe më bani me mendu këtë gjë, më tha, ka pas ngjashmëri, i thash, u mendova pak, e thash, po, në fakt është e vërtet, ai që i dën këtë vajzën, po mandaj smundet, po mandaj... Edhe aty e realizova shkurt ma beti. Përsa më përket mu, unë këtu, besoj që tanë në njekni, më keni pa, unë ma shumë se me dhanë sa ma shumë atë vërtetën teme, nuk mundë me ba ma shumë se kaq, kam rrit në një pikë që kam vujt nga opinionet të tjerve shumë, ato dit, atë javë që ka kaluat të mërshme për mu, por kam rrit në konkluzionin që nuk më intereson heq në botë, në që ose Ola, ose Malbora, ose dikush tjetër person, i kuptoj që mund të kenë dyshime, nuk vend diskutim dyshimin, sepse gjithë tanë ne jenë atë lirë me pas mendimet ndryshme,
për sa më përket mu, gjaja më e rëndësishme për mu është me keni qartë edhe me u kuptu nga Vanessa, edhe unë me kuptu edhe me keni qartë me Vanessën. Pra, nuk kam asë edhe një prioritet tjetër, ju kuptoj tanëve, shtu një flitni qatë doni, po unë jam tu jetu një diçka, jam tu jetu një diçka bio, i thamun, një diçka të vërtet, ndo që me besu e besoni, ndo që mos me besu nuk e besoni. Nuk më duket e arsyeshme për mu me mbrojt vedin nga një aluzion që po e përsëris më duket komplet absurd. Por më pyta dhe për të zotë, jam këtu për mu përgjigje. Goca, nëse marim pistën e parë që Indri e ka bërë këtë gjë të mirë menduar për të krijuar këtë lloj situate, pse mendoni se e ka bërë? Po, për me kanë sonte i tu e me folë për te, për që ti? Për vëmendje. E unë për çfarë e kam bërë? Do me thënë nëse unë kam hyrë me lapse letë. Fjalia aty ka kanë, e jam, ja, e plot ka kanë që unë do kisha dasht që ti të kishe kanë pjesë për të mirën tonë. Se ma mirë nëse ti do kisha dasht që kishe kanë aqë me në fregiste, sa nëse okej, po hyje Se e shikon me keqardhje tani Vanesën, pse mendon, pse i thua që do të kisha dash për të mirën tonë? Se ka ujku në sepse kemi keqardhje Arbana. Jo Arbana, jo, tani më ka përballë. Prandaj, se aty te Agajs më ka përballë. Aty te filmi nuk më kishte përballë, tani më ka përballë dhe po më shef në sy. Dhe unë mendoj që Ola është një vajzë shumë e mirë, jashtë mase e mirë, por në momentin që do të faktorizohet, në momentin që do të japi opinione, në momentin që do të japi opinione, jo, sepse kemi thënë, ajo ka thënë që deluzione kemi vetëm ne, ju nuk keni deluzione, ju çdo gjë që mendoni saktë. Ne jemi dhe xheloz. Unë as nuk jam informuar fare se kanë gjashmëri që ka mund xhelozë gjashmëri. Unë e di pse u bëra keq në ato momente, di pse u preka. Jo vetëm sepse pash një film shumë të bukur me një histori dashurie shumë të bukur, në të cilën dua apo s'dua unë, jo vetëm unë, por shumë goca do ta gjejnë veten e tyre aty, në atë histori dashurie. Jam prekur sepse për mua nuk ka qenë e thjesht gjithë kjo periudhë. Më ka ardhur vllai. Patëm një bisedë me Indrin që nuk ishte e lehtë, një pranjë që nuk e kam pasur të lehtë. Çdo ditë e më shumë vështirësohem, e kam shpjeguar, mendoj nga ana racionale, pastaj më futet emocionalja dhe unë bëhem një lëmsh nga e para. Dhe për një moment unë ndjeva vulnerabël, isha duke parë një film, harron dhe ku je, dhe ke përballë personin të cilin dua apo nuk dua ta pranoj, kam një. Po, por ke një ndjenjë, por ke përballë edhe personin që ka qenë i luhatur dhe jo i sigurt dhe ka bërë një hap pas në këtë raport. Duket mos të dhënë ty sigurinë që ke kërkuar, apo jo Vanessa? Indria ka ndryshuar diçka tani, sepse ne ju kemi parë shumë afër sot, nuk e di pastaj. Po, ka ndryshu Arbana. Dhe çfarë ndryshoi? Ka ndryshu në sensin që po e japi shans vedit e neve dhe po i harroj pak ato blokimet e mia. Kjo është ideja. Kjo është ideja. Edhe besoj që kam rrinë konkluzionin që ja vlen me shiju këtë gjatë çfarë do që do t'jetë, me shiju edhe me në 100%, edhe mos mu bloku po e përsëris nga disa probleme që probleme, flasë, si thotë, blokime që unë kam pas, ja kam hek follow-in blokimeve, po. Arbana, ta që unë pres vetëm me në thanë ti që ferma myllet, ju kena izolu vetëm me ka për Romirin, se ishte plan. Jo, unë do shkoj të Romiri për të folur edhe me të, sepse jam kurioze të di dhe qëfar do thot ai për zgjidhje.